si shpjegohet, një gjë, dua të di unë, si shpjegohet që në gjithë të këndvështrim, e gjithë historia ishte për të larguar gjithë figurat e partisë, u shpallën që të gjithë armiq, të gjithë ishin tradhtar, të gjithë ishin të shitur, të gjithë ishin kështu, të gjithë ishin ashtu. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që gjithë betejë u bë vetëm për të futur 4 deputet në parlament. Ja ku i kemi 4 deputetët e Partisë Lirisë, zoti Rakipi. A mund të më thoni që nga data 18 shtator që kanë hyrë në parlament, kush nga këta 4 ka thënë një fjalë për Ilir Metën në parlament? Nuk kanë thënë. Ore Magji, kush nga këta 4 ka thënë një fjalë në parlament për Ilir Metën që është i burgosur politik, që është rrëmbyer, jo ta them edhe Blushin unë, që është i rrëmbyer. Blushi Bërtet gjithandaj. Jo. Blushi Bërtet. Këto nuk i kam dëgjuar. Jo, Blushi Bërtet ke dera kuvendit për jashtë. Sa aty brenda sallë harroje. Asnjëherë, vetëm atje për jashtë ta ke dera në orën 11 ose në orën 12 kur e shef Ilir Meta që shef televizor, i thotë të del atje ke gazetarët, bën një intervistë edhe ikën. Tani kush nga këta ka dalë dhe ka thënë ose të kërkoj sqarim me institucione të caktuara për shkeljen e procedurave ndaj Ilir Metës. Tani do t'ju them dy gjëra. Tani t'ju them dy gjëra, t'ju them dy gjëra. Blushin unë e kam dëgjuar shpesh. Ndoshta edhe këta nuk e di. Ku e ke dëgjuar? Nuk e di vendin, pozicionin tani. E ke dëgjuar, ja ta them ku e ke dëgjuar? Vetëm një gjë të mirë ka bërë ky Blushun, ky Tedi Blushi, për pyetjen që i ka bërë Altin Dumanit në komisionin e ligjeve, të cilën edhe këtë nderja bëri Ulsi Manja, këtë nder, se si i tha të lutem shumë zoti Ulsi, tha, ma jep fjalën mua në orën 12 që ta bëj pyetjen, sepse atëherë është momenti që më shikoni Ilir Meta në burg, e kanë parë dhe kanë dëgjuar dhe gazetarët. Vetëm gjë të mirë ka bërë ai që e pyeti zotin Dumani për çështjen e arrestimit të Ilir Metës, ku është që edhe vetë zoti Dumani e pranoi që zoti Meta është arrestuar në mënyrë të paligjshme nga policia e shtetit. Pra, këtë gjë të paktën e ka bërë Tedi Blushi nga gjithë gjërat e tjera që ka, ndërsa pjesa tjetër më vjen shumë keq që ta them, janë totalisht jo vetëm inekzistent, por për mua kanë një institucion të tillë siç ishte Partia e Lirisë, e kanë kthyer po themi në inekzistent, sa që përfundojnë me 3 veta që i mbajnë me rrogë protestë me ta në bulevard. Është thënë shpesh që me që hapët ju këtë kapitull. Por kjo nuk do të thotë që Partia e Lirisë është fytyra e këtyre njerëzve, zoti Rakipi. Partia e Lirisë... Nuk janë njerëzit pëse. Jo, njerëzit këtu janë. Këta janë. Jo, njerëzit këtu janë, por nuk janë me këta. Për mënyrë sepse këta, jo vetëm që nuk i marrin njerëzit telefon, por që ditën që është arrestuar Ilir Meta, zoti Rakipi, nuk është bërë njëherë një mbledhje e Komitetit Drejtues të Partisë Lirisë. Nuk është mbledhur njëherë struktura e Tiranës. Nuk është mbledhur edhe njëherë që të bën protestën para Spakut, e bën se u fliqën, se deshin të vinin njerëzit kur ishte gjykata e apelit, edhe kishin hall me pas se kush do vinte, dhe pastaj bën një aktivitet që bënin pastaj si shikonin kush hyri kush del. Pra njerëz të cilët zoti Axhinasto e ka mundësinë dhe kapacitetin, qoftë edhe intelektual, po ta quajmë, edhe njerëzor, edhe financiar, për të organizuar dhe për të strukturuar një aktivitet në mbrojtje të Ilir Metës. Dhe unë nuk po kërkoj nga zoti Axhinasto, as nga zonja Xhixho, se të dy janë anglisht folsa, dy të tjerët nuk e kam iden, janë apo s'janë, nuk i kushton asgjë që të paguajnë një bilet low cost edhe të ikin në Parlamentin Evropian, edhe të takojnë miqtë e Ilir Metës dhe të flasin për rrëmbimin dhe për shkeljen e procedurave të gjithë hetimit të Ilir Metës. Nuk i kushton asgjë se edhe Erisa Xhixho, vizën amerikane e ka 10 vjeçare, mos t'i ki për të bërë turizëm, por të hypi avionit dhe t'i ki atje të takohet me kongresmen dhe me senator, dhe të flasin për mënyrën se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar nga paratë e taksapagusëve amerikan për të instaluar një regjim i cili përdoret nga strukturat kriminale për të fuqizuar lobime të caktuara të cilat përdoret në manipulime të ndryshme. Pra, më vjen shumë keq. Dhe jo vetëm, dhe nuk e kam vetëm me këta, e kam dhe me Partinë Demokratike. Pra, sepse... Jo, me Partinë Demokratike e kam më shumë, se këta në fund ditës ka që kanë hapin, nuk është se kanë pas në një hap më të madhe dhe më të para. Pra, ta kanë hap shumë të madhë, po... Po pra, këta ka që kanë hapin. Unë nuk pres nga zoti Axhinasto që të rëmbej armët për Ilir Metën. Absolutisht. Nuk pres as nga Erisa që të rëmbej armët për Ilir Metën. Opozita e madhe, dy të tjerët jo. Por, nga Partia Demokratike... Qenja në burg e Ilir Metës i bën mirë... Jo, pa tjetër. Po, patjetër. Jo, mund të them dy gjëra, zoti Rakipi. Ata nuk ndalojnë njëri tjetër, sepse është... Po, se kemi Ilir Metën, kemi Ilir Metën, këtu peshkun më të madhë dhe kaq. Po. Dhe nuk shkojnë ne, po, patjetër. Unë nuk shonë një luftë, realisht me thënë drejtë. Po, patjetër që nuk shonë një luftë, unë s'kam dëgjuar një deputet Partisë Demokratike të dalit flasë për Ilir Metën. Sa mirë ju pëlqeu Partisë Demokratike, zgjedhjet e 6 marsit, kur LSI-ja ju dha
vullën për tyrë në zgjedhje për të nxjerrë jashtë Lulzim Bashën? Sa mirë ju pëlqeu kur ju dha Partia e Lirisë e Ilir Metës vullën në zgjedhjet lokale për të hyrë dhe Treçereku, mos flas tani të merrem që Treçereku i kandidatëve të PD-s u shitën ke Edi Rama dhe këshilltarët e Partisë Demokratike shkuan dhe votonin për kandidatët e partive të tjera? Pra zoti Rakipi, në hapjen e një parlamentit përpara se të më bësh mua luftë për diellën, apo jo? Se akoma dhe aty pra në kurthin e Edi Ramës, prandaj po tjetë për këta Edi Rama dhe për dy gjinit tuaj. Po, ra në kurthin atyre se po ta marrim dhe ta lexojmë. Dhe për dy gjinit mund të bësh luftë për Ilir Metën. Po ta marrim dhe ta lexojmë ligjin për dy gjinit, nuk cilëson njeri prindi 1 dhe prindi 2 atje. Nëna dhe babai. Për gjinit, po ndoshta kjo ju duhet që të mos flasim për Ilir Metën. Po pra po, se po të flasim për Ilir Metën, Ilir Meta del nga burgu që kthehet në kingmaker prap. Sepse Partia Demokratike nuk do të ndaj pushtet siç ndau në 2005-ën, që mori 18 deputet nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim në atë kohë. Erdhi në 2009 përsëri në pushtet nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Do të pyes më gjerësisht Partia Demokratike. Partia Demokratike i pëlqen sepse nuk e ka fajin Partia Demokratike, e ka fajin Lulzim Basha që shkatroi opozitën. Të ndjekim një rend që kanë vendosur. Ja t'ju aparoj këtë. I pëlqen roli Lulzim Bashës që një kryetar opozite që ka të njëjtat të ardhura siç ka dhe kryeministri. Kaq. Pse të shkoj unë të mbush xhepa duke vënë firma dhe të rrezikoj, se sot Edi Rama rrezikon? Përballë një sistemi drejtësie që do ikë Altin Dumani sot, do sjelli Trumpi një drejtësi tjetër, po themi se ne tani dum apo s'dum. Trumpi thua ti të sjell drejtësi tjetër këtu? Trumpi do sjelli një që do i bëj llogaritë veta. Rama ose do shkoj do bëj pazar me Trumpin. Edhe drejtësinë amerikane Trumpi po i punon në... Po drejtësinë amerikane, po ne ashtu kemi drejtësinë amerikane se për drejtësinë europiane. Po e lëron më shumë se te ne këtu. Ë? Trumpi po e bën, ka futur parmend madhe. Se dim tani sa është ajo parmenda dhe sa fitim bursa. Të thellë i ka futur. Se dia nuk besoj që ka nevojë Trumpi për zvërrënecin ton. Se di po, ka gjëra më të mëdha. Trumpi po ka prodhu Bitcoin me fytyrën e vet në grus vet, tani nuk ka nevojë për parmendën ton këtu. Trumpi. Tani. Këto janë legjenda shqiptare. Përpara se vetë të një pyetje tjetër Partisë Demokratike se tim kalove, mirë bëre që kalove, sepse unë kam ndërtuar një rend timin, por patjetër. Tani e shtën shpesh që pati njerëz brenda Partisë së Lirisë influencohen që të largohesh nga partia. Kush janë këta dhe tani mua më habit fakti që si mund të dëgjoj Meta këta tani? Dhe cilët janë, dua ta di së pari, 1, 2, 3, 4, se ti je njeri me kuraja të jashtëzakonshme. Kush? Njerëzit që kanë ndikuar për të larguar ti nga... Shiko, ajo ka ardhur në mënyrë natyrale. Po natyrale pastaj është normale. Por nga ana tjetër, jo, ka ardhur në mënyrë natyrale sepse që kur Ilir Meta ikun president, unë u shkëputa komplet në marrëdhëniet e mia, po themi, të bashkëpunimit me të politik. Ai ikun president, merreshte me problemet e veta, Komisioni Venecias, reforma në drejtësi, gjykata kushtetuese etj.